A do të dish të vërtetën? Kush je ti në të vërtetë? Pse të gjitha këto bllokime? Pse të gjitha këto gjëra që na ndodhin në familje, akoma në shoqëri dhe akoma në tërë botën? Sepse diçka nuk është mirë atje jashtë dhe diçka nuk ka filluar me ty. Do t'ju lexoj një temë nga libri i sapo dal, Nga jetë në dritë. Edhe shikon ku e gjen veten ti dhe shkakun e gjithçkaje të vuajtjeve dhe bllokimeve që kemi. Fëmijët si mbartës të plagëve. Kur dashuria bëhet sakrificë dhe fëmijët mbajnë barrën që nuk ju takon. Fëmijët lindin të lirë, të pastër, të mbushur me dritë, por shumë shpejt ata fillojnë të mbajnë peshën e prindërve. Ata bëhen shpëtimtar të heshtur, pa e kuptuar veten nga dashuria që kanë për ta. Një fëmijë thot në shpirtin e vet: nëna është e trishtuar, unë do marr trishtimin e saj. Babai është i dobët, dihet i pavlefshëm, unë do jem i fort për të. Prindrit nuk duan njëri tjetrin, unë do mbaj dashurinë për të dy. Dhe kështu, fëmijët humbasin fëmirinë e tyre. Ata nuk jetojnë gëzimin, por bëhen të rritur të parakohshëm. Ata nuk jetojnë pafajësinë, por bëhen mbajtës së dhimbjes që nuk u takon. Kështu ndodhi edhe me mua. Unë i thash nënës time me shpirt: ja edhe unë si ti. Do kem një burr si tëndin, do të të mbështes, do vuaj, do më trajtojnë, do më refuzojnë ashtu si ti. Dhe i thash babait tim me shpirt: sa shumë të dua, aq sa do mbaj dhimbjen tënde, dobësinë tënde, frikën tënde, edhe unë do të zgjedh burra të dobët si ti, sepse kështu të tregoj dashurinë. Kështu të tregoj që jam pjesa jote. Këto janë përshkrimet e heshtura dhe përkushtimet që ne si fëmijë bëjmë për prindrit tanë. Dhe kështu plagët kalojnë brez pas brezi, derisa dikush të thotë mjaft më. E vërteta është kjo: fëmijët nuk duhet të mbajnë barrën e prindërve. Ata duhet të jetojnë jetën e tyre, dhuratat e tyre, dritën e tyre. Dashuria e shëndetshme nuk është sakrificë, por liri. Dhe keni dhe ushtrim lirimi këtu, mbyll syt dhe kujtoj një barë që ndjejnë se mban nga prindrit e tu. Merr frymëferë dhe liro. Vendose dorën në zemër, të majtë dhe të djathtën në barkë dhe thuaj me zë: kjo nuk është e imja, unë e kthej këtë barë tek ty me dashuri, tek ty mama, tek ty baba, tek ky paraardhës. Unë jam vetëm fëmia juaj, ju jeni prindrit e mi. Unë zgjedh të jetoj jetën time. Dhe shkruaj në një fletë: çfarë kam mbajtur unë për prindrit e mi? Pastaj gris letrën ose digje si simbol çlirimi. Ke një deklaratë fuqizuese që mund të shkruash: unë nuk mbaj më barrën e prindërve të mi. Unë i nderoj, i fal dhe i liroj. Unë jam fëmijë i lirë dhe zgjedh të jetoj jetën time me dritë, sepse kur unë jetoj, edhe prindrit e mi jetojnë ndërmjet meje dhe gjyshit dhe stërgjyshit dhe të tërë paraardhësit. Ju falenderoj për jetën që më solli deri këtu, por unë zgjedh të bëj diçka ndryshe. Merr frymëferë dhe liro dhe kthej kurrizin prindërve, ti kesh nga mbrapa si mbështetje sa herë ti të kesh nevojë, por të ke jetën tënde dhe jetoje pa frikë. Ky libër është shkruar me dashuri për të gjithë ju, sepse jam një si ju.
Është përvoja ime reale, gjithashtu dhe ushtrimit nga sistemi përfaqësik transformues, nga metoda që merret me sistemet familjare dhe me çdo sistem, dhe kur diçka nuk është atje ku duhet, çdo gjë është prishur. Kjo është edhe shkaku i protestave në këtë moment në Shqipëri, sepse sikush që është duhet të marrë përgjegjësinë e jetës së tij për atë që është, fëmia për fëmijën, prindi për prindrin, udhëheqësi kryeministër për kryeministrin dhe populli për popullin, dhe të gjithë së bashku mund të arrijmë gjithçka. Erdhi koha që ne të bëjmë ndryshimin, vërtet të largojmë ato bindjet e vjetra, ato sistemet e vjetra dhe të krijojmë një sistem të ri. Ju dua shumë, jam Herita Cake, mentore, shkrimtare, trajnere dhe mësuese e zhvillimit personal dhe kolektiv. Do jem shumë shpejt pranë jush në protestat tuaja, sepse shpirti im e ndjen të jetë mes jush, sepse jam edhe unë bijë e Shqipërisë.